Vllaznia ka dështuar sërish të rikthehet tek fitoria duke u ndalur në një barazim 1-1 përballë Bylysit në stadiumin Loro Boriçi. Ky rezultat thellon krizën e kuqebluve, të cilët në 8 ndeshjet e fundit kanë regjistruar vetëm një fitore. Vllaznia u përpoq të merrte kontrollin e lojës, por rastet ishin të pakta. Goli i avantazhit erdhi në pjesën e parë fal një kryevepre të Kallakut. Megjithatë, në fraksionin e dytë një moment pa vëmendjeje në mbrojtje u kushtoi shtrenjtë vendasve me Bylysin që barazoi shifrat. Sfida u mbyll 1-1 duke shtuar zhgënjimin në kampin Shkodran. Trajneri i vllaznisë Edi Martini, dukshëm i mërzitur pas ndeshjes, theksoi se skuadra nuk ishte në lartësinë e duhur. Normal i mërzitur, duhet fitoshim ndeshjen, po atë me raste si mas 1-0, si të më shku 2-0, si edhe mas 1-1 disa raste. Duhet jena ma të shetë, duhet jena ma kavaljera për raportet, sepse njëherë që kanë kundërshtari në por, gjurë njëherë, shënë në gol, pa qka se rreziku në fundin e ndeshjes me shumë forca, por ishim nervoz, do ishim da fitonim ndeshjen e pa tjetër, edhe kur nervozohesh, mandej nuk e i qarta dhe në veprime edhe në dalje, kështu që por është stresi i pikëve, stresi i periudhë që po kalojmë dhe normalisht duhet ta zgjidhim më me qetësi. Jo, s'ka faktor të jashtëm fare, faktor të jashtëm, vetëm faktori i jashtëm është që lojtarët që jo i shifnin fushën e lojës sot, pothuajse janë 6, janë as me gjysmë stërvitjet, pa marrin veten nga java një javë, janë rreth një muaj hynë del stërvitje, s'kan gjendje fizike ashtu siç duhet, kështu që kjo është arsyeja. Nga ana tjetër, trajneri i Bylysit Mirel Josa deklaroi se skuadra e tij bëri mirë ndaj vllaznisë në barazim 1-1, teksa kërkoi falje edhe për kartonin e kuq që kishte marrë në pushimin e ndeshjes. Është i vlefshëm për vetë faktin pozitave të dy skuadrave në tabelën e klasifikimit. Unë para punës do të them që është hera parë që dal me që arbitri më përshton ka ndeshje, edhe me drejt më përshtoj. Kisha dhe unë nervat e mija në të momente. Po të futemi lojës në përgjësi, bëjmë një pjesë parë deri diku të mirë në pozicionet mbrojtëse, por shkaktuam shumë shpejt fallë dhe këto fallo na futën në zonën tonë. Pavarësisht se vllaznia nuk ishte rastin e pastër për të shënuar. Jo, nuk është problemi që unë nuk jam ai që mund të them që vllaznia ishte shumë e dobët. Ishin dhe lojtarët e mirë, sepse nëse ke parasysh pjesën e parë me pjesën e dytë, ne bëm një diferencë lojë dhe diferenca e lojës tonë ishte që në mes në fushës u treguam shumë më të zotit se sa vllaznia. Me këtë barazim, vllaznia shkon në 5 ndeshje rradhazi pa fitore dhe largohet ndjeshëm nga kreu i renditjes, pikërisht me 6 pikë diferencë.